në brigjet e Shkumbinit, aty ku lumi takon Adriatikun dhe ku errat e detit përzihen me aromën e fushave të Mëzëqes, ngrihet një fortesë që nuk i ngjan asnjë tjetër në Shqipëri. E vetme në llojin e saj, e heshtur, madhështore, misterioze. Kështjella e Bashtovës është i vetmi fortifikim venecian i ruajtur në të gjithë Ballkanin. Në pikë strategjike, në port detar, në vend ku është derdhur histori, tregti, luftë, kulturë dhe tragjedi. Do të qëndron e qetë, por muret e saj flasin. Çdo gur mban një histori, çdo qos që ruan një sekret. Përfimi nis rreth shekullit të 15, në kohën kur Republika e fuqishme Venedike kontrollonte brigjet e Adriatikut. Venedikasi nuk ishin vetëm tregtarë, ata ishin mjeshtër të detit, arkitektë të fortesave, strategë që dinin të mbanin perandorinë e tyre të gjallë, duke fortifikuar çdo pikë kyçe. Dhe Bashtova ishte një nga ato pikat, e ndërtuar për të mbrojtur lumin Shkumbin, doganat, tregtarët dhe rrugët e famshme, Via Egnatia. Kështjella u bë një simbol i epokës së artë të tregtisë veneciane. Në portën e Bashtovës ankoroheshin anije me krip, drith, vaj, mallra dhe levanti. Fshatrat përreth lulëzonin sepse kështjella garantonte siguri dhe ram. Muret e saj katrore, me kulla të larta në çdo cep, ishin projektuar jo për luks, por për luftë. Në arkitekturë tipike veneciane, e sjell për herë të parë në tokat shqiptare. Në brendësi, kështjella funksiononte si një qytet i vogël. Doganier venecian, tregtar shqiptar, roje në punës, punëtor dhe zejtar. Porta e madhe që hapte fushës, ka parë qindra mira hapa ndër shekuj. Zhurma e tregtarëve. Ankimet e kafshët të ngarkuara, ushtrimet e rojeve, dhe shpeshherë britmat e betejës. Por Bashtova nuk ishte thjesht një kështjellë veneciane, ai ishte një arenë përplasjesh me fuqi të mëdha. Për të luftuan Venedikas, Osman, shqiptar të krishterë dhe musliman, piratë e kontrabandistë. Dhe pushtuesi i madh i kësaj toke ka dashur këtë vend, sepse kush kontrollonte Bashtovën, kontrollonte rrugët tregtare të Shqipërisë së Madhe. Megjithatë, sekreti më intrigues i Bashtovës lidhet me origjinën e saj. Disa gërmime të fundit kanë treguar se themelët e saj janë shumë më të vjetra se periudha veneciane. Në kullat e larta të shekullit 15, shihen gjurmë të një fortifikimi bizantin. Madje të tjerë besojnë se aty ka pasur një vendbanim akoma më të hershëm i lirë. Kjo do të thotë se Bashtova ka qenë gjithmonë strategjike, vetëm se çdo perandori e ka rindërtuar sipas stilit të vet. Brenda mureve ka një bëshllëk të madh, një shesh që dikur ka qenë i mbushur me magazina, ambare, depo municionesh dhe baraka të rojeve. Sot është bosh, por në imagjinat mund të shohësh tregtar, duke hapur arkat. Kalorësi duke u lyer me galop, zërat e rojeve që luftojnë në vigjilencë, mandje dhe pishikzjarët venecianë të ceremonive ushtarake. Kështja sot me fsheh një tjetër sekret. Kështjella ishte port detar, sepse sot deti i është larguar disa kilometra. Në shekullin mesjetar, u i vinte deri tek muret, anijet lundronin nëpër Shkumbin, që atëherë ishte shumë më i thellë dhe shumë më i gjerë. Se vështirë të imagjinosh sot, por Bashtova ishte një nga portet më të rëndësishme të Shqipërisë së Mesme. Pastaj erdhi periudha osmane. Portat e Venedikut rang një nga një. Metora edhe Bashtova. Osmanët e mbajtën për disa shekuj, por rruga tregtare filloi të zbehej, deti u tërhoq. Shkupiri ndryshoi shtratin, ujërat u cekën. Rrjetat e historisë ndryshuan. Pa rëndësi strategjike, kështjella filloi të përfshatiste dal nga dal. Në shekullin e 18 ishte pothuajse braktisur. Në shekullin e 19 thjesht një fantazëm. Një kolos prej guri që koha po e linte pas. Por misteri nuk mbaron këtu. Disa historianë besojnë se brenda kështjellës ka pasur një depo sekrete armësh të venedikasve, e cila nuk është gjetur kurrë. Të tjerë thonë se gjatë periudhës osmane përdor si magazin për grurin e Mëzëqes, por disa dhoma poshtë tokës nuk janë zbuluar ende. Ekzistojnë histori të vjetra lokale që tregojnë se në një nga kullat ka një korridor të fshehtë, do të çon drejt bregut të lumit,
një tunel shpëtimi i venecianëve në ditët e rrethimit. Fort Bashtova është një nga monumentet e ralla, një vend i qetë, por i mbushur me histori të madhe. Një fortecë që ka parë lufta të rënda, perandori dhe tregti të mëdha. Një port i humbur, një mister i pazgjidhur. Një thesari e arkitekturës veneciane në zemrën e Shqipërisë. Muret e saj, të rrahura nga koha, duket sikur presin që dikush t'i tregojë historitë që ende nuk janë thënë. Në çdo hap mbi tokën e Bashtovës, në çdo qarje të gujë, në çdo mur që ngrihet i eshtur, janë të gdhëndura sekretet e një epoke që nuk kthehet më. Këshilla e Bashtovës nuk është thjesht një fortecë, ajo është një testament i një bote të zhdukur, një vend ku Venediku, Shqipëria dhe gjithë Adriatiku takoi për të shkruar një nga kapitujt më të veçantë të Ballkanit.